Në tregjet e gjelbra të vendit ka nisur të shiten fruta perimet e kultivuara në vend. Pavarësisht që blerësit më shumë dëshirojnë prodhimet vendore, ato mbajnë në çmim të dyfishuar, kundrejt atyre të importuara nga jashtë. Ajo që më shumë të bie në sy është domatja. Siç thanë disa nga shitësit në tregun e Butelit, 1 kilogram domate nga Strumica ose Koqani është 120 ose 150 denar, ndërsa ato të importuara rreth 60 ose 70 denar. Më i miri 150 denar, më i mirë më cilësor, 120 denar më i imët, ndërsa të tjerat 150 denar. Blerësit kërkojnë më cilësore, ai që është i lirë nuk harxhohet, e mbaj për shkak të blerësve që kërkojnë më lirë. Tani më shumë kërkohen trangujt, janë shumë lirë dhe ato harxhohen. Nuk i dua të importuara, kryesisht këto që i sjellin nga fshatrat përreth, domate, speca, fidan. Kur shoh që janë të importuara nuk i blej, sigurisht që bëj kujdes se çfarë ha, patjetër të blej. Për një punëtor mesatar është shtrenjtë, ndërsa shumë janë mesatar. Zonjë, çfarë blej tani? Pak speca. Si janë çmimet? Lart e më lart, të larta. Çfarë të them, për ne pensionistët e di si janë çmimet, edhe në gjysmët i zbresin sërish janë shumë. Keni kujdes çfarë bleni? Dëshironi prodhime vendore? I dua prodhimet vendore, por ato janë më të shtrenjta kundrejt atyre të importuara. Prandaj jemi të detyruar t'i blejmë ato që importojnë. Shitësit e thonë se shpeshherë punojnë me humbje për shkak të prishjes së shpejtë të fruta perimeve. Madje disa prej tyre ankohen për mos kompenzimin e dëmeve bujqësore të vitit e kaluar. Nuk qëndrojnë, ditë, 3 ditë, se këtë janë me pesticide dhe nuk qëndrojnë. Shpeshherë ndodhe edhe me humbje të punoni? Shpesh, që ato spanaci që 2 ditë, ka bo visht. Njëtë marulla, si t'i bëjt 2 ditë, nuk qëndrojnë më shumë. Vitin e kaluar kishim dëme të mëdha nga breshëri. Akoma s'kemi marrë gjë. Na thanë tani, por akoma jo. U dëmtuan mbulesa dhe shtyllat. Tash sërish i blej me kredi që të mund të punojmë. Për momentin në tregjet e gjelbra, trangujt shiten 50 denar kilogrami, karrotat 60 ose 70, qepët e reja 15 denar copa, ndërsa limoni 100 denar për kilogram.